Përshëndetje, miq të dashur. E kam një lajm fort mirë. A dim pse? Sepse dje neve, çka jem me vëvën, na qytën Zagar e Zagarica. Tu i marrë pe kryetarit partisë, deri kryetari komunës, e deri në kryetarja e menhenit atje PTK-s që e shonë dhe familja Share. E tash i kanë ra pejxmon, frojza për thëmë këta, edhe po fol kanë mirë për vëvën, njoni vjen krejt në vëvë, edhe Samia pas ka lifdu Albin Kurtin. Sami, respekt bablok, ti kur din me fol, ja direnin ta mos i gërnit dërën i cak. Okej? Shkujmë. Mas pari, ta që ju këthy, që ardhë. Samia. Nuk e një shumë mirë, kom pas rastin një po ndikaftës, gjatë luftës. Gjatë luftës? Respekt. Unë besoj që kombëtarisht është njëri mirë, do ndalë në vetë, po si lider politik, e që më e respektaj. Unë e kam respektu si lider i vetëvendosjes, kam thonë që i duhet Kosovës një lëvizje, qëfar ka qenë lëvizje Albin Kurtit. Miq këtu e ndërpreva, se e kuptu që ka tha, Samir Shtako, pablok, respekt, je i pari. Kështu që kur fol njeri mirë, edhe që je kundërshtar politik, nuk ka problem. Kritikat e në mira, po jo ofendus. Mos ofendus se s'ka hije mas pari Drenicak, Drenica legjendare, plus je pablok kryetar komune. Po me gjithat, i të falim dërë shumë për krajet të Albin Kurtit. Miq, këj ke lajmi i ditës për mu, është perfekt për ju, ose di. Drenic, respekt, e lavdi dëshmare.